Kryeministri Edi Rama ka mbledhur ditën e sotme kabinetin e ri qeveritar me njëherë pas betimit të ministrave të rinj në presidencë. Teksa po zhvillohet mbledhja e parë e ministrave pas ndryshimeve në kabinet, Belinda Ballukuja ka kaluar stafetën ministrit të ri Enea Karakaçi. Në një deklaratë për shtyp, Balluku shpreh se ndaj saj po zhvillohet gjyq publik, edhe se nuk ka as jahte dhe as 300 apartamente siç është thënë në media. Unë besoj se çdo çështje juridike nuk zgjidhet as në media sociale, as në banaqe mediatike, por duhet të ketë rrjedhën e saj, siç e parashikon kushtetuta apo ligji. Kam zgjedhur të mos analizoj, të mos komentoj, edhe të jem konsistente në qëndrimin tim sa i takon drejtësisë. Nëse do t'i ktheheni deklaratave të mia, nuk do gjeni kurrë një deklaratë të kundërshtoj tjetrën. Besoj se drejtësia e re do t'jetë lirë dhe e pavarur, si produkt i vizionit të Edi Ramos. Ajo reformë u krye për t'i kthyer besimin qytetarëve tek një drejtësi e drejtë. Unë besoj te kjo drejtësi. Nuk do anatemoj kur kjo drejtësi prek interesat e mia personale. Prokurorë e gjyqtar do bëjnë detyrat e tyre pa u ndikuar nga gjyqet publike, nga të pavërtetat apo gënjeshtrat. Hetimin që ka nisur prej muajsh nuk e kam penguar kurrë, as në pozicionin tim si ministre, apo si qytetare e Republikës. Të vijoj të nxjerr të vërtetën. Nuk kam as 300, as 30 apartamente. Nuk kam as limuzina, as jahte, as helikopter. Të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik që bëhet me lehtësinë më të madhe, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqe publike. Ndoshta kurrizi ma mban sepse jam trajnuar dhe ka litur që e vogël. Unë di ta bëj punën time. Kam ngarkuar qeverinë shqiptare me një peshë që nuk e meriton për shkak të rezultateve që kjo qeveri ka sjell, deklaroi ndër të tjera Balluku.